Një tjetër rast i goditjes së veprimtarisë kriminale në fushën e armbajtjes pa leje është finalizuar nga Policia e Tiranës në kuadër të operacionit të koduar Qëllimi. Gjatë këtij operacioni, në pranga ka rënë në flagrancë një 40 vjeçar, identifikuar me inicialet IM, i cili dyshohet se lëvizte me automjet me qëllim shitje në një armë me zjarri. Së bashku me të, është arrestuar dhe një 35 vjeçar, identifikuar me inicialet AS, i cili akuzohet për moskallëzim krimi. Sipas policisë, të dy shtetasit, banues në Kamës, janë ndaluar nga shërbimet e policisë në zonën e njohur si zona e Treshit. Gjatë kontrollit fizik ndaj 40 vjeçarit, u gjet dhe u sekuestrua një armë zjarri pistolet së bashku me municion luftarak, e cila posedohej pa leje dhe dyshohet se do të shitej në atë zonë. Operacioni është zhvilluar nga seksioni për hetimin e trafiqeve të palishme në vijim të punës për parandalimin dhe goditjen e rasteve të shitjes së armëve të zjarrit. Materialet procedurale i janë referuar prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme hetimore.